Pas një kohë të gjatë, më saktësisht prej dhjetorit të vitit të kaluar, numri i të papunëve në Gjermani ka rënë nën 3 milion. Agjencia për punë bëri të ditur sot se në maj të këtij viti, pra të vitit 2026, në Gjermani ka pasur 2.950.000 të papunë, që është një rënje prej 58.000 krahasuar me muajin prill. Megjithatë, krahasuar me muajin e vitit 2025, numri i të papunëve është rreth 31.000 të papunë më i lartë. Nëse doni të dini me përqindje, në maj shkalla e papunësisë ka qenë 6.3%. Këto shifra bazohen në të dhënat në dispozicion të Agjencisë për Punë deri me datën 12 maj, që do thotë se papunësia ndoshta është ulur edhe më shumë në pjesën e dytë të majit, sepse në maj zakonisht kemi një ringjallje të tregut të punës për shkak të më shumë punëve sezonale. Megjithatë, të dhëna pak më premtuese, drejtuesja e Agjencisë për Punë Andrea Nales nguron të flasë për ndonjë rimëkëmbje tepër të madhe në tregun e punës. Duket absurde ndoshta, miq të dashur, por për momentin në Gjermani ka shumë vende të lira pune se sa një vit më parë, madje edhe krahasuar me muajin e kaluar, pra me muajin prill. Në maj, sipas Agjencisë Federale të Punësimit, u regjistruan afërsisht 643.000 vende të lira pune në të gjithë Gjermaninë, që është rreth 8.000 vende të lira pune më shumë se sa në maj të vitit 2025. Ndërkohë që rreth 382.000 vende pune për praktikant kanë mbetur të paplotësuara në muajin maj. Nga ana tjetër, afërsisht rreth 199.000 të rinj janë duke kërkuar një vend pune në praktik. Tani, shtrohet me siguri pyetja pse ka kaq shumë vende të lira pune dhe për praktik, ndërkohë që ka edhe shumë të tillë që kërkojnë vende pune. Përgjigjja është relativisht e thjeshtë, sepse të papunët nuk i plotësojnë kushtet për vendet e lira të punës. Ndryshe, në Gjermani është shtuar edhe numri i atyre që përfitojnë ndihma për të papunët. Në maj, afërsisht 1.073.000 persona në Gjermani kanë përfituar për shkak të papunësisë, 113.000 më shumë se një vit më parë. Ndërsa, numri i përgjithshëm i atyre që përfitojnë ndihma bazë, pra ndihma sociale, është në rënje. Në të dhënat e fundit thuhet se aktualisht këto ndihma i marrin rreth 3.830.000 persona, që është 103.000 më pak se sa në vitin 2025. Por, mos ta teproj me shifra, këto janë pra të dhënat për papunësinë, për vendet e lira të punës dhe për personat që marrin ndihma për të papunët, por edhe ndihma sociale. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse me siguri që ka shumë njerëz që janë të interesuar në veçanti për atë pjesën e vendeve të lira të punës. Faleminderit dhe mirupafshim.